me Trumpi shpinë e bardhë, me Paul Manafortin andej këte gjithë andej, me rënjet de facto të non-gratës, a do thoni na i vodhi zgjedhjet Rama? Se këtë pastaj... Endri, të shi që t'jemi të qartë me qytetarët, ne shkojmë në 11 maj për të bërë një proces zgjedhor ku votohet, për të shkuar para kutive të votimit qytetarët dhe para dhomave të fsheta për të votuar të lirë, dhe shkojmë për të marrë pjesë në një proces zgjedhor. Deri tani, kthehemi aty ku e filluam edhe emisionin, raporti para prakë OSBE-u dirit ka shfaqur një sër problematika që kanë të bëjnë me zgjedhjet deri tani, që targetojnë të gjitha shkeljet nga ana e mazhorancës dhe e qeverisë. Unë po të them kaq, kjo që ju, ky skenar hipotetik që ju parashikuat pak më parë, nuk ndodh. Për këtë t'jeni i bindur ju edhe ne. Nëse zgjedhjet vidhen, Endri, si që u vodhën edhe në Bashkinë e Tiranës, në 2023, si që janë vjedhur edhe më përpara, pa tjetër që do të tregohet me gisha i që i vodhin. Keni të tjerë miqë. Një minut, kudo, por unë po të them këtë, ata miqë që keni në Amerikë, nuk mund të marrin të thojnë ose të qëgojnë të nga masata, mos gudzot ne shkojmë në 11 maj, ne shkojmë në 11 maj për të fituar dhe do të fitojmë zgjedhjet. Pa diskutim që do të fitojmë. Edi Rama nuk është më kryeministër pas 11 majt, ta garantoj në mënyrë absolute. Do të shihni sepse ju ftoj dhe njerë, të bëni një reportazh me ne, të vini me ne në terren, të dilni në rrugët e kryeqytetit, të shkoni në qytetet të Shqipërisë, të bëni raportime nga terreni dhe të kuptoni se çfarë ton njerëzit për kryeministrin e vendit. Zekthi, edhe me zë dhe me shenjë. Po, shiko,